Mirësi dhe Ramazanit, mirësi dhe Ramazanit. Majve, kur ta premtoj edhe ka me bo. Hala si të mesua. O, zëti madh, o, ti e mashtruc klasik. Ti veç je premtime kur një tonë fjallën se majte. Marve do të me ta shkaj të fol? Marve do të me ta shkaj të fol pa shani zot. Mu do të më mardë marre? Mu do të më mardë Jo, marre? mu do të me të marrë marre. Po Pse ti, më mardë? Pse më mardë mu marre? Për çka? Çka ke boti për mu që one nuk pe di? Ha? A më s'm ke blena i sen? kush jeton bre si ti? Kush jeton bre si ti? Kush shetitet si kur ti? Kush e ka veshjen si kur ti? Kush e ka telefonin si ti? Herën e fundit më bërë shku, hi? Veç me ta plësu dëshirën, telefonin, matrimet ta. Çka i të thonë bre? Po bile ato jetojnë jetën. Bile ato jetën e jetojnë, e unë qona me men krye marr vetën qafë me një njeri si ti. Po për kitë punë në kur njët vetës halal nuk ja bëj. Edhe unë s'ta bëj halal. Fort gajle madhe. Shumë më ke mërzit. A den, te për ja që qëta shumë këmë janis me kajt. Nisja me? Nisja. Plas. Jo nuk po plasi. Jo, plas. Se Zoti është i madh i shekrejt. E po shqyr zoti që na she ty edhe ka me ta marrë ftyrën i O, shokën e bol, ditë. Allah ile, bol, mos ma lodh kryt, mos e se zamrën jetu ma plos. Bol, mo. Po plas be? Bol. Plas. Bol. Apo do me plas? Apo do me plas? Plas. As një minut mu nuk kisha nejt me ty. A mu revesh? Edhe ashtu kështu shpirtin fyt ma ke pru. As edhe një minut mo tjetës nuk e qëjnë me ty. A din qka? Apo qështu? Këshirë veç ma? Apo qështu? Maj, me banes. Me qka ka në to kret, ma se ty s'po do me net, unë e po dal. A je knasht qështu? A je knasht? Maj kret. Shumë jam e knasht, a more vesh. Edhe hajde dil jashtë dhe kur syt mos i pofsha. Jo moj, po ky kish lujt krejt? Hej, me fajt vetën veke moj mbërtit ke mu si i trend? Edhe, posh, a di qka tha? A di qka tha? Tha, kush e ko tha veshjen si ti? Ta mërmenja kë mum ka vesh ndukat prej moje flokut, dete moje të komve atje poshtë. Po ty be? Ja, kush? Ftyrën mo mës ja pofsha. Gjallë mës mu këthejft. Ftyrën mos du mja po. Ani, tha, a di qka tha jo m'lodhe dhe unë, tha po qona, tha po dalën e prej banesës, tha mere me banese me qaki. Për që si banese, këtë mobilet lëm i kam bo mobilet, do dyri kitë thyme, do i kitë qita poshtë, atë kuzhinë gjysa e dolopave nuk bojnë, a i shpëret një plogjë bënd tjerat as një, ta mërme e shfar shpije ma kalon këj mu, ku për mu. Ja, hitë zdi, po menoj me shqit, mos po buna milionerk. Ku zamën ma plasi, nuk po di mos që kam i bo, pasha zotës po di që kam i bo. Hajt edhe te Allahile se as për më mguseshe. Hajt, tjera herë në Almalafin mos më le me full që gjësore këto. Hajt posh zote. Jam pun, po ti kalza? Alo. Ku je vëlla? Aha. Po vjen me ta pim një kafe se s'jam disponim diçka mërzitshëm jo. E po hajde vëlla, faleminderit shumë. Po të vjen ti ku do më ser. Hajde. Elisa, a do me pi një kafe? Jo, s'po du një. Jo.
Shakiri, diçka si e mirë, së më dukesh mirë. Që ka ndodhë, se bashkë ty me vlla, mirë i ki fund. O, të love, nuk dove me thonë se i ki financiarisht punë të mirë edhe kretë qerët punë i ki në Terezi. Qa do të kur me familje bërlo punë të ki? Shteba, a dhe kush i s'mund ta, fëmita, qka? Jove, Lorë, jove fëmit mirë janë që në shkollë janë, mirë janë, mirë janë fëmit. Shakive, vlla, diçka edhe, mu jetu më zi. Le, se më venë marrë dhe më shprej, valla. Ta, ma mbe vlla, po, bash për qëta më thire diçka se si e mirë, ma, pole, vlla, shprejhu. Me grojnë, valla, me grojnë kam problem kone në fund. Shumë mirë jemi konë, nuk e di që ka të ndodhë. Së njëm të i ronë fria sënë. Që ata e bona bërdo punën një lash, me banes, me pasin me kejt, është dalë për shpjeda asë nuk thejna, më heqë. A dhe që këta e kje, bro? Hebe. Më falë Benis. A është diçka temë serioze, apo si këtë që ka kina problem që kështu? O, kretë si në hajgare, mërë janë njësa. Kretë, jo pëse s'kina shku qatë vikend Turki, jo nuk shkojnë këto, jo nuk i blejnë ato, jo nuk i blejnë këto. Ka daleve vllave, edhe unë me nimi puni kam, edhe unë nimi obligimi kam. Ku të shkej për fare? Ma, Benis, bash edhe unë që kësi konflikti ku më pas, po shqyqir Zotit, sot jam ma mirë se gjë. A vlla, të rëmëve i thotë kësaj. Qash më s'munët me dërukje. Po mirë, Benis, qeshë, vlla, logikisht, ne durojna që shqit njëri në biznis, që shqit njerëzi, e po një gruje, që është nana e fëmijëve tonë, s'mina me dëru. Që këtë së kam të kafshme? Unë e thira me kajt një derë, nësën të këshirë që ka i të më thonë. Po mirë, Benis, ato janë nanat e fëmijëve tanë. Ato i kemë për unë jetë. Para me në gjdo sava kur qohë, që i shetë fëmijët, të nasë shpirtive, ato i kemë për unë jetë, që ashtë jam mu për lama ato. Mirë me duhe, që ka po thu me bo për si pas te? Shumë letë, Benis, shumë e thjeshtë. Del qarshi, ose dikun, i qinë e dhurat në të mirë. Anë shko të shpia, edhe i thu, tja bashkë me nënë që nuk më dalë me të nëntia, dole pak e hejkat nervozën, po është i shka të mirë, edhe të më të shpia. Pa ka dhurat në të mirë si ti, s'ka, që ta ku ble. Pak e gëzëm me pjatë mirë, Si e mirë, vete, valla për qëtë më bovë, o du! Kur gjove nësë, hecë më së më bakë, ngojeve, ma mirë ka me dalë. Hejtësën, sa do të që të vëlla? O, hecët, unë i hecët, hecët Jo, veç ka i të folti. Ama të spite kërë, Jo, shkolla, unë i po, jo, unë e sot Ma e si me të shta. Hajde, Allah e shpërlet. Amin, hajde. Aja është aj. Hajde, pse u ktheve? Për qef. Që për qef. Kallëzoj, pse u ktheve? Për qef u ktheva në shpiteme të gruaja jem u ktheva. Pse? Tja, bashkë me nove pash një zotë se
Unë edhe dole edhe për mos mu këthia? Bashkë ata e menove? Jo veç e di që i vendosë dhe nuk t'intereson kërkosh që ata po thonë. Sa për vendosshmëria, jo, më varet se ku, se unë për nervozat e tuja, milion fëmijët, edhe me dalë për shpjes, po s'mi ka pi besora ment mu. Për shka nervoz? Keve nervoz? E ku Mujt- ke, pra? Ku ke dhe pse u ktheve? Dola me t'lanë mu qetësu edhone për aso situate. Mu largu, apo do me ditë, jo më shku, si djali mirë, në qarshi, dyqan për dyqani, lip, kërkon bedhuras s'kesh për ti. Kërkon hirë s'kesh dhurat. Nervoza, po. Ma dim se s'kesht. Krejt i kom hec. Diçka dhurat ma të bukur se ti me të përshtat për shembull, s'kesht. Kom këthi për zdet apet. Lip, dej sa dikun. Pa ka shumë edhe atë, jo. Për shembull, një orë. Kjo sa është e mirë, po ti me këtë bukurin tane, edhe kësaj pakës, i e bukuria, e ti kuptu. Maje, e këzofsh, edhe një unoz dukatit, edhe kjo këshirë. A i tha, hej, a gjebe shka bojnë ma saj unozës, kjo është modeli ma i rizë, di qka, o thash sot ma bobe qefin, se s'kesh ma të mirë. Ama ti, kur ti kombinojsh të dyja të këto, mund është me i dhonë edhe këtinve pa keshi. A i të kuptu? E këzofsh. A peshe? Këshire sa i mirë më do kështë ti, Naljo? Këshire sa i mirë më do këtë. Këshire. Ja, Ama ti e jeshe, pasha zotin ti e jeshove? Ti mu dërë më plos, borkën do më plos. Amo, ma bën halal, për se pasha zotin edhe unë e ka njerë po buna nervos, shto bile sot e kom të pru. Pse bejtu më lip halalëk? Po na burat ndoshta 363 dit e te projna ndoshta edhe për një dit, përse mos me dëru grujena, ani halal. Kat me kat halal, kat me kat. Sa ti e gjallë, më rëshkaj të folë ti. Ky projekt sponsorizohet nga Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Falënderimi i takon Allahu dhul Jalal, ndërsa salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ka dhe njerë e nisë po më qanë me kesh një dull i vogël me ta ndryshu e menën, ka hajri, Zoti është përbleft. Po nuk kam rëndësia i vogël apo i madh, po dush më konë çka reflekton energji pozitive. E në këtë rast do thotë Zoti është përbleft dullën për këto fjalët e bukura të cilat i ka dhënë, që ti më konë përsëri bashkë me bashkëshortën tonë, që atë njeri që ka ma shumë të interesohet për ty. Pse? Për atë arsye se misioni kryesor i shejtanit çka është me nda burrin pi gruas. Edhe kur ti mbledh shejtani ato bashkëpunëtorët e vet edhe ti vet, ti çka bone? Qështu e vrajta sot njëri, po ti çka bone? Lujta kamar, po ti çka bone? Ku e di çka. Ama kur vjen njëri e thot unë sot arrita me nda burrin pi gruas, i thot ti sot e paske bon punën më të madhe, që pra një peshqesh më të madhin. Ai shejtani i madh ja patina shejtanit të vogël, pse se ka mujtën të thot me nda burrin pi gruas. Por pse vjen të kjo? Vjen për atë arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka vizituar do thot xhenetin dhe xhehenemin, e i ka pa do thot edhe banorët e xhehenemit, edhe banorët e xhenetit. E pastaj kur a kthien në dunjë ka thonë: "O ju gra, keni frikë Allahut se e pa se në xhehenem kishte më shumë gra se sa burra." Pse? Për atë arsye se
i kanë dy cilësi shka nuk janë të mira. Cilësia e parë shka është i hupin të mirat e burrit. I ka bo 100 të mira, 1 të keqe, ka bo të që ajo 1 e keqe, lidhët aty edhe si t'ja një ti që kon kur, s'ke bon kur, s'ke maru kur, edhe masën e burri qaq, po nervozohet edhe do thot del do thot prej asajna realitetit tina, apo del pi mëshirës tina. Edhe tjetra çka është, na kësatu akël u din, menën e kanë shumë shkurt edhe dinin e kanë shumë shkurt. Pse e kanë dinin shkurt? Po për atë arsye se gratë ka dhe njerë falen, ka dhe njerë nuk falen, se varësisht se çfarë gjendje janë. Ka dhe njerë agjenojnë, ka dhe njerë nuk agjenojnë, varësisht se çfarë gjendje janë. Për atë arsye dinin e kanë shkurt. Po menën pse e kanë shkurt? Për atë arsye se me islam dëshmia e 2 grave do të më konë sa një dëshmia një burrit. Qështu Allahu Dhul Xhelal e ka përmend, shka sot edhe shkenca po e vërteton, do thot njëjtën. E hala sa mugjizet pejgamberit kanë me dalë. Për këtë çështje pra duhet me ditë na secili prej neve. Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata wa khayru mata'iha az-zawjatu salihah." Dunjaja do thot është vend ku njerëzit kënaqen, a? Po mas shumë ti çka mundosh më kënaq njeriu kur e ka një gruaje të hajrit edhe të mirë. E gruaja për më bëj e hajrit edhe e mirë nuk varet pi pasunisë tane, nuk varet prej komoditetit tanë, por varet çka prej bestikrisë tande dhe varet prej se sa ti kimi kushtu shoqës tane, do thot kohë edhe sa kimi bon për ta. Për këtë arsye pra, një gjest i vogël, sikur shka e pat në film, një dhuratë e vogël, do thot është sebeb për mja kthie menën shka ndoshta ka qenë e nervozume me ty. Për këtë çështje pra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu, jepni njëri tjetrit dhurata, e Allahu Dhul Xhelal e shton dashnien mesin e juaj. Ashtu që duhet më konë për atyre çka e praktikon këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A keni pa do thot në islam, qysh niset jeta bashkëtorë, mas pari herë çka do thot duhesh me shkue me mor leje për prindit sajna, pastaj çka duhesh me gjetë 2 veta çka kanë me dëshmuar që ti do të me jetu me qatë gruje, edhe e treta çka është me ia dhënë një dhuratë, të cilën e ka përcaktuar Allahu Dhul Xhelal Kur'an. Për çka? Për atë arsye se çashtu është psikologjia e femës. E përdoret do thot këtë metodë me dhënë dhurata që Allahu Dhul Xhelal më ofrua dhe më u bë bashkë. Pse se një ditë këtë kimi lanë. Për këtë arsye pra, që ata shka e shpenzon, nesër e ki për para Allahu Dhul Xhelal. Ama që ata shka e runë për veti, ka me metën dhe thot për pasarësit e tu. Dhe ti ki me dhonë llogari për ta. Për këtë çështje pra, banu i butë dhe shfrytëzoj butësinë të cilën ta ka dhënë Allahu Dhul Xhelal, sa Allahu Dhul Xhelal thot ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Burrat janë përgjegjës e grave. Nuk kanë përgjegjës veç në aspektin me i dhënë dhe me hangër dhe me pi, por është përgjegjës për të gjitha proceset të cilat do thot janë shoqërinë tonë. Për këtë çështje pra, lut Allahu Dhul Xhelal me na bë burrat aman që kena me dhënë përgjegjësi për gratë tona e për fëmijët tonë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
mirësi dhe Ramazanit, mirësi dhe Ramazanit, mirësi dhe Ramazanit.